Policia thot Partia Demokratike po përpiqet të marrë meritat e prokurorisë dhe të partnerëve gjerman, informacionit të cilëve sipas Eduard Halimit çojnë në zbulimin e fabrikës më të madhe të prodhimit të drogës në Ballkan, ndërtuar në zemër të Shqipërisë. Gënjeshtrat e Edi Ramës dhe ministrit të tij dhe pozimet e tyre qesharake në përpjekje të dëshpëruara për të dalë nga sikleti i zbulimit të laboratorit më të madh të kokainës në Ballkan, u hodhën poshtë zyrtarisht nga prokuroria e krimeve të rënda të Republikës. Ajo çfarë duhet të bëjë kryeministri Rama sipas Halimit është llogaridhënia, sepse u lejua ngritja e kësaj fabrike në 12 muaj dhe një rjeti të tillë kriminal pa ju hyrë gjem në këmbë trafikantëve. Si ka mundësi që ushtronte prej një viti aktivitetin një fabrike të tillë gjigande në mes të Ballkanit, në mes të Shqipërisë, dhe autoritetet shqiptare kishin mbyllur sytë dhe veshët. A janë antarë të kësaj bande kriminale, financues të fushatës së Partisë Socialiste. A janë krerët e kësaj bande të lidhur me deputet e zyrtarë të lartë të partisë në pushtet. Këto pyetje Partia Demokratike ka ngritur që pas arrestimit antarëve të organizatës kriminale, duke akuzuar pa emra funksionar të lartë socialist si të lidhur me ta.